Ju përshëndes, teksa kemi 2 minuta kohë, dua t'ju tregoj një histori të çuditshme që ka ndodhur para ca vitesh. Misteri së cilës nuk u zgjidh kurrë. Bile është rihapur kjo çështje sepse disa ufolog thonë që mund të ishin specie të një tjetër bote. Megjithatë, ndiqeni me kujdes deri në fund sepse ka fakte të dokumentuara. Si gjithmonë, kush është rastisht, nëse nuk e keni bërë ende, lidhuni me këtë faqe, nuk ju kushton asgjë. Faleminderit që jemi për bashkë. Ishte viti 1946, 2 policë shkojnë në Arkansas, pra në një qytet në periferi të Arkansas, në një qytet të vogël, dhe shkuan sepse 2 vëllezër thoshin që kishin mish të mirë, pra prodhonin mish të mirë. Ata kishin derra, kishin shumë derra, dhe nuk kuptoj se si, por mishi i derrit, kur ata thernin derrat dhe ja çonin në restoranteve dhe shisin nëpër dyqane, mishi ishte krejt ndryshe, pra i derrit. Kishte një shije të shkëlqyer. Në fakt, ata në një kohë shumë të shkurtër u bën jo vetëm të pasur, por edhe të famshëm. Dhe 2 policat shkuan për të marrë mish. Nuk është se shkuan atje që të shikonin se mos kishin ndonjë dyshim. Absolutisht jo. Shkuan që të merrnin mish. Dhe pasi morën mishin, normal që këta i dhanë mishin dhe një pjesë ja paguan, me fjalë paguan pak. Dhe kështu që shkuan për herë të dytë. Dhe kaq. Mjaftoi kaq. Pas një farë kohe, dikush u tha që shikoni, është mirë që atje të kërkoni sepse ka diçka që nuk shkon. Dhe të njëjtët polica shkuan sërish që të kontrollonin. Kontrolluan, u than këtyre vëllezërve, këta vëllezërit, njëri quhesh Burne ose Born dhe tjetri quhesh Harlin. Mercer kishin mbiemrin, vëllezërit Mercer. Është histori e famshme kjo, edhe në ufologji po flas sepse disa e kanë lidhur këtë me specie, i fjalë ata nuk mund të ishin normal. Në fakt, ç'është e vërteta, këta 2 vëllezër ishin kallinj, me një fjalë ishin shumë të dobët. Mirë po hanin në mënyrë të tmerrshme. Mund të hanin një derë të tërë. Kush i kishte parë në atë kohë, deklaronte që hanin jashtë mase. Nuk ishin të martuar, nuk kishin lidhje me askënd. Madje thuhej që prindrit që gjoja i lindën, nuk ishin prindrit e tyre, por i kishin gjetur në fushën e grurit. Pra kjo ishte legjenda që lindi pastaj dhe miti i këtyre vëllezërve Mercer. Dhe çfarë ndodhi? Këta ishin, përveç se ishin shumë të dobët, por kishin një forcë marramendse, ishin shumë të fortë. Këtë e tregojnë jo vetëm vendasit, por edhe ata që mbijetuan. Do t'i them se çfarë ndodhi. Me fjalë, mbijetuan. Asnjë nuk mbijetoi nga ata që këta mendohet që vranë. Dhe me kalimin e kohës shkoi një tjetër policë, sepse donin të kërkonin se çfarë kishte brenda asaj ferme, që të gjithë ishin përqendruar pra te këto derra, sepse derrat, përveç se ishin kaq të uritur, por kishin mishin që ishte vërtet ndryshe nga mishi tjetër. Dhe kur shkoi ky polici, ishte një polic me fjalë i FBI-t, kur shkoi ky polici, shkoi me intencionin që të zbulonte se s'bën se çfarë hanin derrat. Nuk e mendonte kurrë se çfarë mund të gjente dhe çfarë mund të zbulonte. Dhe i thati njërit nga vëllezërit, tha, më trego, tha, çfarë i jepni derrave. Jo, kanë një dietë të sigurt dhe dietë pak nuk duam ta tregojmë. Por ti nëse do, tha, i than atij, hajde, tha, nesër ose pas nesër, tha, sepse tani po punojmë. Dhe mund t'i shikosh ta se çfarë me çfarë ushqejmë ne, sepse do shkojmë të marrim ushqimin. Dhe ai e hëngri. E hëngri sepse mendoi që, okay, tani do më thonë se ku qëndron sekreti. Gjithmonë për sa i përket mishit të derrit që ishte ndryshe. Mirë po, ai zotëri, pra ai polici FBI-t nuk u kthye kurrë në shtëpi. Sepse vëllezërit Merci e vran edhe atë dhe e hëngrën. Është një histori e vërtet. Kanë humbur vetëm në atë vend, pra në atë fshat, pra në Arkansas, humbën rreth 67 njerëz vetëm atje. Por mendohet që ata vran mbi 300 e ca njerëz, të paktën kështu thuaj, sepse shkonin dhe në qytetet përreth dhe në vendet përreth. Dhe çfarë ndodhi? Këta
i merrnin trupat, hanin çfarë mendonin, me çfarë kishin nevojë ata dhe pastaj ja jepnin derrave. Në fakt, shumë njerëz të ufologjisë me shumë ekspert mendojnë që këta nuk ishin normal. Nuk ishin normal, se ekspertët thonë që nuk ishin normal, kurse këta të ufologjisë thonë që nuk ishin njerëz, por ishin specie të një bote tjetër, ndoshta, ose të rimishëruar me një formë tjetër që ishin mishngrënës, sepse hanin vetëm mish. Në fakt, kur policia shkoi, sepse e shoqja e këtij policit të FBI bëri denoncim, sepse si duket ata i kishin kërkuar nëse ai kishte dhënë informacione se ku ishte atë natë, por polici me sa duket u ka thënë që jo, sepse e dinte shumë mirë që çfarëdo lloj gjëje që të thoshte, ata do ta vrisnin. Dhe kështu që ndoshta ai u kishte thënë jo, nuk i kam thënë asgjë gruas. Por gruaja e tij e dinte se ku kishte shkuar ai për hetime. Dhe kështu që bëri denoncim gruaja. Në momentin që bëri denoncim, shkuan, bën kërkime, shkoi policia me helikoptera, me makina etj dhe me ushtri, sepse morën pjesë shumë njerëz, sepse kishte pastaj lindën ato gojdhënat që ju thash më përpara. Dhe shkuan, por çudia ishte që vëllezërit as që nuk e çan kokën fare. As nuk e përciti as njërit as tjetrit që edhe sikur ta dinin që aty po vinin këta, pra policia. Sepse nuk lëvizën nga vendi ku ishin në stall, ku po jepnin derrave për të ngrënë. Ndonse dëgjuan helikopterët, ndonse kishin kuptuar që po vinin asgjë, nuk bën asgjë. Sikur çdo gjë ishte normale, sikur po vinin po u bënin vizitë. Dhe kur shkuan që e pyetën çfarë jepni derrave, ata gjithmonë thanë ne japim një djetën tonë. Mirë po pastaj kur shkoi policia që kërkoi, shikon copa mish njerëzish, rroba njerëzish të coptuara, të gjakosur atje. Dhe aty i morën, i arrestuan dhe i futën në burg. Por prisnin sepse nuk marron këtu. Sinqerisht po e them. Çudia e kësaj historie është që ajo që erdhi më vonë, sepse në momentin që këta i futën në burg, pra që natën e parë që i futën në burg, vëllezërit as që nuk e çan kokën fare, ulën aty së bashku dhe teksa ishin afër njëri tjetrit, sikur flisnin diçka, por sikur flisin me ngadalë, një gjuhë e pakuptueshme, sepse tregojnë policat që ishin aty. Dhe policat që ishin aty nuk është se u thanë heshni, mos flisni, por i mbanin aty. Ishte një biruc e vogël, si tregohet, dhe me 4 polica. Dhe kishte një si quhet një rreth, me fjalë një gardh, okay? Gardhi që ishte rreth 3 metra i lartë. Pra ishte e pamundur që mund të dilte njëri pa e parë, sepse përveç se kishte brenda roje, kishte edhe jashtë. E megjithatë, ata me derë mbyllur u zhdukën që të dy. Dhe që atër, disa thonë që u arratisën, disa thonë që nuk i panë, ose disa thonë që u futën nën këto, si quhet, tombini, këto vrimat e nëndeshme, ato të urave të zeza. Askush nuk di se çfarë ndodhi, sepse disa mendojnë që u futën tek ujërat e zeza meqense ata ishin shumë të dobët, vërtet shumë të dobët, të holl fare si kërcinj ishin, dhe ata mund të futeshin nga të gjitha anët, me fjalë kishin mënyrë që të futeshin nga të gjitha anët, sikur të ishte trupi i tyre i lakuar. Megjithatë, ata që atëherë që u arratisën, trupat e tyre nuk u gjetën kurrë, ata nuk u morë vesh se ku shkuan, dhe ky rast, pra kjo ngjarje mbeti një mister. Pra një nga vrasjet, nga serial killers më të njohur të gjitha kohrave, pra të vëllezërve Mercy, nuk u zgjidh kurrë se ku shkuan, ku gjendën trupat e tyre dhe nuk u mor vesh, me fjalë, në qoftë se ata kishin ndryshuar identitetin apo ndoshta edhe fytyrën, sepse me ato karakteristika, me atë që kishin të përcaktuar me përpikmëri nga dokumentat, nga fotot, nga të gjitha, policia nuk gjeti as edhe një shenjë, jo më, për tërë jetën. Dhe po flasim tani në vitin 1957, sepse atëre u zbuluan. Megjithatë, kjo histori mbeti ende një mister dhe sot ufologët thonë që mund të ishin specie të ardhur nga një tjetër botë. Megjithatë tani më duhet iki se erdhën vajzat,
Kalofshi bukur, natën e mirë.